Përfaqësuesit e Iranit dhe Shteteve të Bashkuara u rikthyen në tryezën e dialogut për të vijuar përpjekjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që lidhen me programimin bërthamor të Teheranit, një çështje që prej vitesh ka prodhuar tensione të vazhdueshme mes dy vendeve dhe pasiguri në rajonin e Lindjes së Mesme. Pranë nisjes së takimeve, presidenti amerikan Donald Trump u shpreh optimist duke deklaruar se beson se pala iraniane është e interesuar për një marrëveshje. Ai theksoi se diplomacia mbetet rruga e preferuar e Washingtonit, por paralemroi se dështimi negociatave mund të sjellë pazoja të rënda politike dhe të sigurisë. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane sinjalizuan se qëndrimi amerikan duhet të jetë më realist krahasuar me periudhat e mëparshme. Sipas tyre, dialogu i ndërmjetësuar nga Oman do të përshëndrohet jo vetëm tek kufizimet bërthamore, por edhe në mundësinë e heqjes graduale të sanksioneve ekonomike, të cilat kanë rënduar ekonominë iraniane dhe kanë kufizuar tregtinë ndërkombëtare të vendit. Bisedimet zhvillohen në një klimë të ndjeshme gjeopolitike. Washingtoni ka arritur së fundmi praninë ushtarake në rajon duke dërguar mjete shtesë detare dhe ajrore, çka ka shtuar shqetësime për një përshkallëzim të mundshëm nëse procesi diplomatik dështon. Kjo situatë bën dialogun aktual vendimtar për shmangjen e një përplasje të re dhe rikthimin e një stabiliteti. Raundi i dytë në Gjenev shihet si një test serioz për vullnetin e të dy palëve për kompromis, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me vëmendje zhvillimet me shpresën se diplomacia do të mbizotrojë mbi tensionet ushtarake.